Në kuadër të fushatës sensibilizuese tetori roz që i kushtohet ndërgjegjësimit për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit, në Poliklinikën e Shkodrës është vërtetur një rritje ndjeshme e numrit të grave që paraqiten për të kryer mamografi. Specialistja e mamografisë Valmira Gjonaj bën të ditur se gjatë këtij muaji kryhen mesatarisht 40 deri në 45 mamografi në ditë, një shifër dukshëm më e lartë krahasuar me muajt e tjerë të vitit. Jemi në muajin tetor, siç e quajmë edhe tetori roz, flasim për mamografinë, depistimin e mamografisë për këtë muaj. Kena pas një fluks të grave, siç mund të themi si vitin tjetër edhe këtë vit, mund të jetë edhe për shkak të sensibilizimit të grave herë mas hershëm mbi diagnostikimin për mamografi, për kancerin e gjirit. Mund të themi që jemi të kënaqur me pjesëmarrjen e grave që kanë ardhur për të diagnostikuar dhe për të realizuar mamografi. Kena arrit me shifrën 40-45 gra që kena arrit me bë gjatë ditës. Ky fluks vazhdon edhe rritet, ky numër i këtyre grave vazhdon të rritet gjatë ditës. Gjonaj tregon se gjatë muajit tetor janë evidentuar 2-3 raste të dyshuara që aktualisht janë në proces hetimi mjekësor, ndërsa pjesa tjetër e grave kanë rezultuar me kontroll normal. Bazë këtij fluksi që kena pas, mundën me evidentu që kemi pas 2-3 raste të reja për kancerin e gjirit që mund të jenë diagnostiku ose mund të kenë problematike. Po, flisha vetëm për tetorin. Për shtator mund të themi që kemi pasur pak raste më shumë. Por për këtë tetor mund të themi që nuk ka pas një rast të madh për diagnostikimin që kemi pas, depistimin që ka pas në mamografive. Këtë nuk e kanë vendosur ala dhe nuk mund të them të vendosi vulën se si ka shku procedura aty ne. Mund të jenë raste të dyshuara, mbrapa janë procedura që vazhdojnë edhe do të shkojnë deri në fund për atë pjesë. Fushata tetori roz vjen edhe në ditët në vijim, me thirrjen që gratë të mos e neglizhojnë kontrollin periodik, pasi zbulimi në kohë i sëmundjes shpëton jetë.